Dhe bëhet fjalë për një kompani amerikane Blendi, e cili ka bërë një lloj, le të themi, pasqyrë magjike. Çfarë ka ndodhur është kjo? Në një të ardhmen të afërm, në dyqanet e veshjeve do të gjejmë një pasqyrë që me të drejtë mund të quhet magjike, thonë ata, pasi ajo do të bëjë të mundur që të provojë veshje në vend që të ketë një provë veshje, ku ti do të veshësh një bluzë dhe pantallonat, po them unë. Nuk do shkosh në këtë dhomën e veshjesh për tu hequr rrobat e tua dhe më pas i veshësh. Që është siklet i madh. Por do dalësh para kësaj pasqyre dhe nëpërmjet disa sensorëve dhe nëpërmjet kompjuterit duke u marr dikush tjetër, ti dukesh sikur e ke të veshur para kësaj pasqyre. Ose e bukur që është kjo. Edhe në këtë formë ti do shohësh që të pëlqen apo jo, mund të provosh kombinime tjetër e me radhë dhe nuk ke nevojë të shkosh në dhomën e zhveshjes dhe të vishesh dhe të vishesh 100 herë. Kjo me të vërtetë që është zgjidh. Dhe për këtë arsye këta e kanë quajtur pasqyra magjike. Normal. Vërtet shumë interesante dhe thuhet që së shpejti kjo do të provohet në dyqan në Amerikë, kuptohet, dhe më pas nëse do të ketë suksesin që këta kanë menduar, atëherë kanë përshtypjen që do të hapet masivisht. Por që është ide shumë e bukur. Sepse ka sikletën, nëse ti do të shkosh për shembull që të bësh pazar, sidomos gratë kanë këto dhe duan të provojnë, unë kam sikletë për vete. Shumë herë apo shumë rroba. Po edhe sikur 6 herë ta bësh. Dashje mund të jesh shumë. Jo, shkon nga një dyqan te tjetri. Do hiqesh kputucët, do hiqesh pantallonat. Do e kupton do i varë, më tash më duhen një paltera, më duhen çik më të vogla, çik më të mëdha, ku diun se çfarë. Do vesh prapë pantallonat e tua. Do dalësh prapë atje, do shkosh marrësh një paltera, do i cillesh këtu brenda. Që do të kishe marrë që në fillim. Po, po. Disa fal. Pastaj do shkosh në një dyqan tjetër, heq prapë kputucët. Pra është një lloj stresi në vete. Edhe të ha shumë kohë. Prandaj është më mirë ta bësh pazarin një herë në vit. E di që atë do stresohesh, por paktën do mbushësh rastin. Heq kështu dhe nuk rri pasaj që të çash kokën. Nuk ka raste, shumë misa rasteve nuk i provoj fare, se di sa përtoj. I marr kështu i vë kështu, me qelluar. Me qelluar. Si kështu. Dhe tani kanë pasur fat. Ti vë të pasqyra jote magjike. Të pasqyra. I shikon kështu. Sa bukur pasqyra magjike. Mirë. Ti pas ke shpikur këta. Ta morën. Budalla. Prap. Lexojmë disa nga komentet tuaja lidhur me këtë temën që kemi për ditën e sotme. Miq dashur, i pyesim nëse jeni okay me këta qenë që bredhin në përparje ndonjëherë pa maskë, që janë edhe të rracave të rrezikshme mes fëmijëve dhe të tjerëve kalimtarë që kanë përshtypjen unë ndonjëherë edhe nuk e kuptojnë plotësisht se sa të rrezikshëm janë këta qenë. Është vërtet. Na ka shkruar dikush e ka emrin Gangsteri nga Vlora. Gangsteri nga Vlora, mëngjesi. Duhet të merren masa nga shteti. Unë për vete mbaj qen, kam një pitbull, por kur vjen puna për xhiro i marr masat e duhura. Ju përshëndes nga Vlora, jeni të papar. Faleminderit Vlora. Do të jenë ndërgjegjshëm njerëzit se. Ja, një djalë gangster është. Gangster edhe nga Vlora, edhe me pitbull, edhe i vë maskë. Po. Bravo. Kurse këtu është rregull me ligjin. Po pra. Çka gangsteri jeti pasaj? Dhe Sara ka shkruar thotë unë qenë te rrugëve i kam shumë frikë. Unë në shtëpi mbaj qenë të bardhë dhe të bukur. Ai është i preferuar im dhe e dua shumë atë. Më vjen nga pas nga të shkoj. Olseni thotë qeni sa i blegërin me qira fjala. Olseni thotë nëse ke mësuar qenin tënd nuk ka asnjë problemi që të marrësh masa dhe i di që shumë veta i kanë frikë qend. Nuk po flasim për këtë, se unë për shembull jam një person që kam fobi. Që si ka, jo, Jeri është një person që s'e ka frikë qend, po tash kur sulën e kupton, Jeri me vrap ikën siç i kanë gjithë. Këta qenë të mëdhenj vërtet i kanë fobi, nuk e di, thjesht duke i parë më ngjallin frikë. Trëmin, a? E kam vërtet. Është masa e qenit që trëm? Po jo, sepse këta ka dhe një portret shumë të egër, nuk është thjesht të përmasa. Çka qenë nuk janë asnjë qen, nëse trajtohet ashtu siç duhet, nuk është i rrezikshëm, në sensin e keq fjalës. Nëse qenë trajtohen mirë dhe stërviten mirë, kam përshtypjen unë që qenë nuk përbëjnë rrezik për njeriu. Është kur qenë keq trajtohen, që qenë mund të bëhen shumë të dhunshëm etj. Sepse ka një mënyrë për shkakun që çdo qenë, edhe raca më mirë tjetër ta çmendësh fare, ta bësh armë në një farë mënyre. Ose ku diun tash. Varet nga të qenë, nga të zotët. Gjithmonë varet nga të zotët. Ja ke për të parë kur kemi të ftuar këtu në studio që do na flasin për këtë temë pak më vonë, në orën 8 miq dashur, shikoni që unë do të kem drejt. Mbajmë. Kemi një lojë ditëlindjesh. Kemi lojë ditëlindjesh dhe bëjmë tani në klubin e mëngjesit 25000 lekë nga Atrativo. Kemi për t'i dhënë atij që vjen i pari me përgjigjen e saktë në lidhje me personazhin apo personazhen që ka ditëlindjen sot. Nisim pa humbur kohë. Jepi Altin, Jeri, Olta me pyetjen e parë. Femër apo mashkull? Femër. Me qen? Me qen, me siguri. Bjonda apo Bruna? Bruna. Mbi 30? Mbi 30. Aktore? Këngëtare? Po prita se s'kem marrë përgjigje. Politikane? Jo këngëtare. Aktore, ishte aktore. Aktore, po ishte aktore. Amerikane? Amerikane.
Çka kemi? Femër me qen, brune, mbi 30, aktore po. Dhe amerikane po. Është e martuar apo është nga këto vajzat beqare? Tashi që ka qenë martuar të paktën një herë, nuk e di është për momentin se ti e di se kanë këto. Po pra, kanë vajzat aktorët që kanë aktorën sot po. Nuk lidhen martuar ka qenë. A është nuk e di. Po. Po ndonjë fëmijë ka? Nuk e di për fëmijë. Fëmijë ka pasur Olta, nuk e di ka, po ka pasur. Është e gjatë apo e shkurtër Blendi? Mesatare, po më tepër e shkurtër se sa e gjatë. Në thamë që ishte amerikane kjo aktoreja? Amerikanesh po? Është filmave komik apo kështu drama aksion? Jo, ka luajtur edhe dramë dhe aksion ka luajtur. Ka luajtur një film aksion policesk ku ka luajtur një agent të FBI-s, kam përshtypjen unë. Por më e njohur është për telefilma. Për një telefilm për serial. Për një serial, po. Që e ashtu shumë. Kjo është edhe me origjinë latine. Me thënë, është nga këto latinat, e ke parasysh? Dakor, po mos kjo... Mos ka qenë e dëshpëruar kjo, herës? Qyshe? E dëshpëruar. Kur rrinte në shtëpi zakonisht. Po ju thoni që e dini se kush është. Pse nëse rrollasi 37 vjeç, luan dhe shtëpiakët e dëshpëruara, ka qenë martuar me Tony Parker. Pse nëse rrollasi në goca. Arjan Lëpirsja jep një intervistë për Gazetarin në rrugë. Burimet të sigurta kanë konfirmuar për klubin e mëngjesit se gjatë fundjavës së kaluar 40 vjeçari Arjan Lëpirsja me profesion stilist ka dalë në televizor. Isha duke parë televizor kur modeli Arjan Lëpirsja në ekran e ma ka heq mendjen, e kishte ndaluar një gazetar në rrugë dhe komentonin mbi jetën në Shqipëri. Tregon për klubin e mëngjesit komshiu i Arjanit Kelmed Zampalla, i cili ka inate të vjetra me zotin Lëpirsja. Po s'përdritën e televizor si grua keqe, tu lëviz si me qenë kubiste. Po kjo është qoftë mëre, se ne e njofim që e kemi ne në pallat, shfryn komshiu i mbushur me urrëtie. Nga ana e tij zoti Arjan Lëpirsja nuk e kupton zemërimin e Kelmendit, por e toleron atë. Interesante. Faleminderit shumë Altin. Me qëra fjala edhe po flasim për kafshët në klubin e mëngjesit, do të jap një lajm të trishtuar gjithë juve që keni lob në shtëpi. Ka vdekur Gjoko. Ka vdekur Gjoko, jo gordu, por vdekur Gjoko, që thua ti, është një dem. Është një dem hamshor. Ky është demi i fshatit, po pra. Dhe në Europë ky është përdorur për farën e lopëve që prodhojnë qumësht. Vajzat e këtij prodhojnë qumësht në mënyrë të jashtëzakonshme, prandaj ka qenë edhe njëri nga demat. Ky ka qenë demi që merrte mbare prapë gjithë Europën, a? Gjithë Europën. Absolutisht. Kishte 17 vjet në një karrierë të jashtëzakonshme, ku thuhet se ka të brezë me radh medalje dhe demat. E di sa herë ka dhënë far? 1.7 milion herë. Wow. 1.7 milion herë është përdorur sidomos në Francë, thon ata, fara e këtij. Dhe ka bija kudo. Thonë që nga ky dem janë rritur 400.000 viça. 400.000 kalamaj ka bërë ky, dhe vajzat e tij, lopët e ndryshme, sepse janë sidomos lopët, fëmijët femra të këtij demi, të cilat ishin të përshtatshme shumë për qumësht. Prandaj është edhe kaq i vlefshëm, kaq i përdorur. Thuhet këtu që në Francë ndodhen fëmijë të këtij demi, lop nga ky dem, në 23.370 ferma të ndryshme. Wow, 23.000. Ndërkohë që fëmijët e tij janë në 21 vende të ndryshme të botës, këtu nga të cilët 161.888 janë të certifikuar me certifikat. Si kishte emrin ky Gjoko? Gjoko pas kaloi 800.000 lop. Fillon pastaj i bënin katalogë dhe vinte Gjoko. Jo, këtë kaloi tjetra. Një herë, vetëm një herë me një lop, thonë. Një herë të prekte Gjoko. Po s'do harroj për gjithë jetën. Ka lindur në Francë në vitin 1994 dhe ka vdekur dje. Thuhet ka vdekur dhe jo ngordur sepse është baba dhe i ka shumë, ka shumë. Nëse vdiq me nder siç i pati hije mbi kurrizin e një lopi. Nuk e di nëse kemi ndonjë fitues në lidhje me fjalën e kemi fitues sa duash, kemi fitues ja e ka Olta me radhë fituesi tani. Kujdes ta kanë gjetur lojën e censurës Aldin, e ka fituar dikush një orë, kështu që e ka gjetur Luani. Bravo, i mbaron numri me 948. Dhe thotë që është humorin.
Presidenti Obama ka pranuar humorin e të Bravo Luani, ke fituar 3 orë nga miqtan tek Premium Watches. Okej. Atëherë, ashtu edhe gjëgjës e Blendit. Gjëgjëza ime që kishte për përgjigje çfarë? Sfungjerin. Sakt. Ka vrima lart, poshtë anash majtas djatha se kudo, dhe megjithatë arrin të mbajë ujin sfungjerish sakt. Është Enea i pari që e ka gjetur dhe i mbaron numrin me 778 dhe ka fituar 2 bileta për në kineman nesër në ora 8:30. Faleminderit Olta, shumë e mirë. Atëherë, unë përpara se të nisim pop quizin për ditën e sotme miq dashur, kam vetëm një pyetje për juve. Është quiz. Para pop quiz. Është një quiz i vogël, po. Dëgjoni çik këtu. Suksan One Keut. Është një anagram kjo? Suksan One Keut. Jo, nuk është anagram. Suksan. Okej. Suksan One Keut. Në një nga ato, hajtë të themi gjithë një zëri se do ndodhi diçka. Kujdes. 1 2 3. Suksan One Keut. 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 Do të thotë gëzuar ditëlindjen. Dhe pyetja është në cilën gjuhë? Në cilën gjuhë është pyetja? Në cilën gjuhë? Në cilën gjuhë të botës do të thotë Suksan One Keut, gëzuar ditëlindjen. Wow. Ma gjeni dot? Unë nuk e di, a? 069 20 70 222 Suksan One Keut do të thotë gëzuar ditëlindjen. Është gjuhë e lashtë që Blendi? Është gjuhë që përdoret akoma sot. Përdoret akoma sot, po si jo. Nga shumë miliona njerëz në botë. Suksan One Keut? Ton atje kur Po, ky vend është afër apo larg Shqipërisë? Po, vendi është larg Shqipërisë. Unë kam një ide. Nuk është Italia, për shkak. Gati për pop quiz? Gati. Doni gati. Zonja dhe zotërin, mirëmëngjes dhe mirë se vini në Pop Quiz. Quizi më i lehtë në historinë e radios, që ju mundon shumë dhe ju shpërblen pak. M'fal, që ju mundon pak dhe ju shpërblen shumë. Are miq dashur, mirë se vini në Pop Quiz edhe për ditën e sotme luan Jeri, Altini, Olta në studio dhe ju kudo që të jeni për një kontroll të plot në Spitalin Amerikan. Luajmë sot Pop Quiz, 4 pyetje shumë të lehta dhe 4 përgjigje të thjeshta. Duhet dërguar në 069 20 70 222 069 20 70 222. Mërkon nisim me pyetje numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Një ushtar i kapur nga armiku quhet një i till. Një ushtar i kapur nga armiku quhet një i till. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Erseka, qyteti i Ersekës ndodhet në këtë qark të vendit ton. Qyteti i Ersekës ndodhet në këtë qark të vendit. Kujdes. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Në targat e vjetra, ju dini modeli targave ka ndryshuar tani. Janë bërë, ha? Kamuflohen gjithë, tash nuk merren vesh nga janë. Kantonare, qytetar janë gjithë njësoj. Atëherë, në targat e vjetra të makinave, Librazhdi kishte këtë kod. Kujdes. Librazhdi kishte këtë kod. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Pyetja numër 4. Një vij e till është distanca më e shkurtër mes dy pikash. Një vij e till është distanca më e shkurtër mes dy pikash. Mësim gjeometrie. Okej. Është loja e censurës që vjen për raundin e dytë në klubin e mëngjesit. Miq dashur, kujdes. Është objekti i lojës të zbuloni se cilën fjalë Altini e ka censuruar duke fshirë nga klipi që do të dëgjojmë në këto momente. Kujdes. Dita e verës Elbasan dhe Tiranë, por në mbar vendin shqiptarët mbushën rrugët, sheshe dhe restorante. Kjo është shumë e lehtë. Kujdes. Shumë e lehtë. Dita e verës. Ta shkruaj unë këtu direkt? Jo, se ka shkruaj. Edhe një herë. Kështu që mos ta shikojnë njerëzit. Dita e verës Elbasan dhe Tiranë, por në mbar vendin shqiptarët mbushën rrugët. Jo. S'është kështu? Nuk është? S'është. Wow. Vjen keq, po s'është. Edhe një herë, kujdes. Edhe një herë. Dita e verës Elbasan dhe Tiranë, por në mbar vendin shqiptarët mbushën rrugët, sheshe dhe restorante. Dita e verës festohet në Elbasan dhe Tiranë. Mund të ishte, po nuk është festohet. Nuk është festohet. Mund të ishte ashtu. 069 20 70 222, cila është fjala e censuruar në këtë klip, mos harroni dhe emrin tuaj për të qenë fitues. Mi qira fjala kozmonautët rus nuk është se kanë hequr dorë plotësisht, Ju e keni parasysh që u bë një garë e madhe midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe programit hapësinor rus, se kush do të vendosë i pari në hapësirë njeriu. Po. Që ja doli në vitin 1969 ishte Amerika. Po.
Fakti unë besoj që ishte Gagarini. Ishte Neil Armstrong, jo Gagarini ishte në hapësirë. Ishte në hapësirë, okay. Ishte Armstrongu që vuri këmbë në hënë. Ndërkohë që rusët thonë se ne do të vazhdojmë, shikoj çfarë ndodhi. Në vitin 1969 këta ishin kok më kok, si thua në këtë garë. Momentin që fituan amerikanët dhe vendosën Neil Armstrongun në hënë, rusët e hoqën dorë plotësisht. Sepse s'kishte më vlerë pastaj. Kështu që u dorëzuan. Akoma sot e kësaj dite nuk kanë çuar njeriu në hënë, por thon Agjencia hapësinore e Rusisë se ne brenda vitit 2030 do të vendosim një njerëz në hënë. Ai mund të jetë 90 vjet me vonesë. Nëse ka pasur një teori konspiracioni këtë, që s'ka qenë fare ai. E di atë teori, po, me fotografët e me setin e kështu. Pse s'ka vajtur njëri tjetër pas Armstrong? Po se gjeti gjë ai çfarë do bënte atje? Çfarë do bësh ti valla? Mund të jetë edhe kjo. Pse të thonë ti shko ti shkon? Po nuk shkon pra. Mirë, s'shkon. Sot kemi orën e shkencës. Është shkenca, sepse janë fëmijë të vegjël, shkollë fillore në Amerikë, kështu që shkenca është elementare. Është pjesë e shkollës. Dhe përfshin disa shkenca ndryshme që mësuesja u prezanton. Mund të jetë shkencë përgjithshme. Që dal fjalë rreth drejtorisë dhe stafit arsimor të shkollës që kishte thashë theme me studentëve që Zysha është pikasur në një video që ndodhet edhe online, ku mësuesja luan një rol po themin çik kështu. Jo shumë të mirë dhe të favorshëm për shkollën, por okay, le të themi që mësuesja në episode na thojnë sa pra. Nuk e di unë tash. Ajo është në shtëpi, luan vajzën që është në shtëpi dhe i vjen një burr atje te shtëpia që sjell një picë. Nga ata që shpërndajnë dhe pica është nga restoranti Salchicha e Madhe. Restoranti, kjo është pjesë e filmit, është skenar. Salchicha e Madhe. Dhe mbas kësaj pastaj haj darka. Dhe mbas kësaj hyn Salchicha edhe tjerë. Kështu që mësuesja është një porn star. Edhe çunat dhe gocat e shkollës fillore e kanë zbuluar. Zyshën dhe ai, ore, tani drejtoria mos është gjë zysh. Po themi kota që lindita kjo? Tani problemi ishte këtu, drejtoria nuk e kishte problem me mësuesen. Pse ishte pornostar? Jo, po nxënësit nga zbuluan që nxënësit fillorës. Shiko, thot drejtori këtu i 1 2 3 4. Drejtori i rretit arsimor të Kalifornisë Altin është shprehur, ndoshta nuk është një krim, thot sipas kodit penal, por është një krim sipas kodit shkollor. Moral, ka thënë ai, sepse se ç'bën ajo në kohën e vet të lirë është puna e saj. Por duhet të ketë një lloj përgjegjësie, thot ai, dhe një lidhje midis asaj që ajo bën brenda klasës dhe asaj që ajo bën jashtë klasës. Ata e shikojnë se ka një lidhje. Jeta nuk është aritmetik. E kanë dalluar Zyshën. I thoshin Zyshën, ktheon çik ti Zysh kështu në profil, ulu pak kështu. Okej, ti çon Zysh, ti çon ke. Se u bëm mbledhje drejtoria 3 ditë, duke pyetur çdo student të fillores, Jack, ku e morë vesh ti që Zysha ishte një pornostar. Po bra. Po dhe kalamaj tash se janë shumë poshtë. Të shtinin për shkak aty dhe kur të shtinin shonin kështu fjalë. Salchicha. Shëndet bash. Salchicha. Zysha një herë, 2 herë, pastaj tha, për një sekond. A pici rrugë vogël e pastaj parti. Të pëlqeu? Si është Zysha aty mirë? Mashallah. Ja në ditës.